shiko sa shumë gjëra magjike. Unë koleksionoj objekte magjike, ikona magjike, vingla, mingla, la la la, tra la la. Shikoje këtë, pa eci mbi një tapet magjik. Sa bukur, ania e magjepsur e liliputëve. Mos më thuaj, janë një brirëshi ata. Një brirëshi të vogël, gjysmë të rënda, dy fish të mprehta. Sa mizor. Janë gjingla. Nuk janë asgjë në krahasim me fuqinë e papar të yllit magjik të dëshirave. Me qëra fjala ma jep kutin, motër? Me njëherë, shef. Por si që po thoja, gjitha to vrasje që ne... Ma jep kutin! Pas ka shumë vite kërkimesh, ky është momenti im. Me këtë dëshirë, më në fund do t'jem mjeshtri i çdo magjie. Hej, Jack i vogël! Më falni? A mund të bësh atë gjën me gisht, si te përralla? Nuk ishte përrall. Ishte thjesht një rim një nulle. Po, ajo e lodhura. Jack Horner, unë në cep duke ngrot një kek, a i do dhe byrek. Kthyer te gishti, më dora një kumbull dhe unë thash sa djali mirë që jam. Shikoni, një kukull magjike. Që jam në djali vërtet. Malitor. Faleminderit. Ka të bukura, unë jam gjithkohës një djalë. I vogli Jack Horner nuk ishte asnjë magji. Ai ishte një djalë patetik, një buk pjekësi të lodhur. Jacku i vogël ka vdekur. Unë jam Jack Horneri i madh. Zoti Jack Horner i madhi, unë nuk e njoh këtë. Po ne morëm pjesë në këtë gjetje. Ju thatë që do t'na vlerësoni. E një të fare, buke djathë. Maçok? Kotele? Maçok? Kotele? Kjo është puna ime. Jo, kjo është puna ime. Unë do t'ja hedha rinjve. Jo, unë do t'ja hedha rinjve. Sot më herët u përpoqin të më punësonin. 2 javë më parë u përpoqën të më punësonin mua. Kjo të bën ty plan rezerv. Aha, ja ku është. Tani, përsa i përket pagesës tënde? Prit pak, ti na premtove që do t'na peshoje në ar. Ju a premtova, apo jo? Keni dëgjuar ndonjëherë për prekjen e Midas? E po farë para. Mos, ja futa kot më duket. Prandaj nuk duhet ja hedhësh Jack Hornerit. Ç'është kjo? Mos je bërë gjë pirat tani? Është sikur një brejtës ka ecur në fytyrën tënde e ka ngordhur. Nga turpi. Të lutem, më ngacmo pa zhurmë. E urej kjo mjekra ta shpit. E po mua më pëlqen, është e bukur. Plani shkëlqyer, Arush, si një macë e vërtet. A mund të shkoj? Ishte kënaqësi të bëja. Maçoku me çizme? Arta, Ari. Hola, Jack. Kotelja butër buta, ke goxha guxim që i e kthyer këtu. Të lutem. Jam hajdutja më e mirë që ke punësuar ndonjëherë. Ti më grapitë mua. Ti më ngritë kur. Ti vetëm më the që do të shkoje për ca pushime shpirtërore. Ti supozohet të ishe i vdekur. U bëra më mirë. Thjesht na e jep atë. Fut edhe ca kek. Keni ndonjë kek të shishëm? Pra, ç'është e ke atë ti? A mund t'i fusim në çantë dhe të ikim? A do të ndaloni së foluri për punën e kekve? Përqendrohuni! Ma jep atë hartë, për ndryshe do t'ju hap vrima të qizve. Au, mos! Kujdes, papi! I urrej zanat që flasin. Fart dhe u shpejt këtu. Ai tuti po i zoti ka fituar. Ke të drejtë. Ajo fitoi. Lëri këto. Atje, ata po largohen. Zohem që të takova, Maçok. Duhet të shkoj. Mate, pis. Shkope ke atë ti? E që do më bërë? Nuk duhet ta kishe bërë atë, shoku. Çfarë idioti.
gjeta një sanduiç këtu brenda. Mendoj që është me peshk. Jepi, Fera! Si urdhëron? Shqyqyshëm, një tjetër anda skuadre. Nuk kemi një skuadër. Jepi, Fera! Kush është ky tipi? Unë jam shoku më i ngushtë i Bachok. Jo, nuk është. Dhe qeni ti terapis. Pa dyshim jo. Ma në fund, ti ke nevojë për terapia? Ma jep mua hatër, ki besim. E të besoj ty, si që bëra në Santa Coloma, a? Vërtet, Santa Coloma. Oh, Santa Coloma! Eimja. Eimja! Eimja. Eimja! Eimja. Eimja. Iha. Shiko, njerës të mirë pranojnë këtë dhuratë të arti nga Bachoku me qizme. Jepi, si do, jepi. Lidh dyzinën e bukpjekësit. Kujdes me atë. Unë do ta marrë këtë. Edhe një nga këto, duhet ta marrë edhe këtë. Edhe këtë. Po, ja. Jepo. Edhe të gjitha këto. Ja, është e dura.